Oferta ishte tunduse, po projekti ishte edhe më tundus. Me fitu titullin, thoshte kryetarin atë kohë Saqip Shalat, si ne përshëndes shumë. Ai ka qenë kryesore që në kalu të drita, mi ka përmbush krejt kushtet, kërkesat, edhe mundësin me kalu me punu në gjimnasim si më dhanë, si shanë shkollë fillore, tha këto kime pas prej mundësive të mija, se atër o dash ka pak edhe sot është me Bani të shty me të shty ka pak evident. Edhe isha sportisti më i mirë i qytetit 2007 po ta shpall. Tha edhe që kërkesë ta plotësoj, po edhe në gjimnaz me kalu ishte ëndër e jamja, profesor me shku në gjimnaz, po kupton. Edhe para më 218 euro më rruga mësuese. Çfarë ëndra kemi pas? Emri është i madh. Gjimnazi, 80 vjet tradit, edhe sot asë ditë jam aty, e kam lënë Dubajin për çat shkollë, kështu që jam shumë krenar. Edhe nuk u realizu projekti për arsye nuk erdhi Bekimi Sufi, ishte për me ardh plan si futbollist si përforcim, as Lik Semra, as Malsor Xhambalaj, as Lik Pula. Shkova vetëm. Dështoj projekti për arsye të ndryshme, nuk e di unë më shpjegu, e di ata më mirë. Edhe mbeta vetëm në përforcim dritë, nuk e donte, nuk ecte mirë. Metëm ka fundi tabelës, 3-14 pikë, edhe erdhi një trajner tjetër, pa pritshmëri, kryesia të klubit dha dorëheqje, pa pare, pa kushte, domethënë gjendëni. Edhe u riktheva te Xhilani.